Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përdoreni hithrat në këtë mënyrë dhe nuk do të vuani kurrë nga këto sëmundje. Ajo të përvëllon që me prekjen e parë, por pavarësisht rithërimës, është e pamundur të heqësh dorë prej saj. Në Shqipëri, përdorimin më të shpesht e gjen si mbushje në gatimet e byrekut, por edhe të zjerë si sallatë. Por hithrat janë përdorur prej shekuj edhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të cilat janë të shkaktuara nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Hithrat jo vetëm që nuk kanë as edhe një efekt anësor, por ato japin përfitime të rëndësishme shëndetësore. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e sëmundjes së Alzheimer, artritit, reumatizmës, azmës, bronkitit, gurëve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër, hithra përdoret për të luftuar zbokthin dhe për të hequr yndyrën e tepërt nga flokët. Sot në Gjermani, hithrat shiten si një bimë medicinale për problemet e prostatës. Ajo përdoret gjerësisht edhe në përgatitjen e shumë recetave kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrave përdoren për sëmundje të reumatizmës, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe alergjive. Hithrat përdoren edhe si një recetë natyrale për rënien e flokëve, ciklet femërore, hemoroidet dhe njëkohësisht ekzemën. Ndërkohë, nëse ju e vendosni hithrën në gishta ose në zona të tjera të prekura nga artriti, dhimbjet mund të qetësohen deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet të cilat vijnë nga hithra janë shumë të mëdha sa vështirë të renditen të gjitha në një video. Ne këtu kemi identifikuar për ju disa nga përfitimet më kryesore që ne ju këshillojmë t'i ndani edhe me miqtë tuaj. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe njëkohësisht fuqizon sistemin tuaj imunitar. Hithrat çlirojnë nga të gjitha simptomat e artritit. Hithra gjithashtu lufton alergjit. Ajo ndihmon edhe me diabetin, i jep forcë fetusit tek nënat shtatzën dhe ndihmon me prodhimin e qumshtit për gratë lohona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon me fryrjen dhe dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatëron gjithashtu gurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërta. Njëkohësisht ul tensionin e lartë të gjakut, ndihmon me sëmundjet respiratore, ndalon po ashtu gjakderdhjen dhe zvogëlon inflamacionin. Sipas ekspertëve, minimizon të vjellat, shëron nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, ndihmon me sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacionin. Duke u përdorur si një larës goje, mbron në dhëmbët nga probleme të shumta. Ndihmon në trajtimet e sëmundjes së Alzheimer dhe sëmundje të tjera nervore. Shkatëron krimbat e zorrëve dhe njëkohësisht parazitët. Mbron edhe shëndetin e tiroides, shpretkës dhe njëkohësisht të pankreasit. Si përdoren hithrat? Mjafton t'i zini në ujë të valuar dhe lëngun e tyre ju ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, para se ta bëni këtë, ju duhet që të konsultoheni me mjekun tuaj, sidomos nëse jeni duke marrë edhe disa ilaçe të caktuara për diabet dhe pini lëng hitre, atëherë niveli i rrahjeve të zemrës, tensionit të gjakut dhe sheqernave në gjak do të ulet ndjeshëm. Përse djegin hithrat? Shumica prej nesh e kanë provuar në jetë dhimbjen dhe përvëlimin që ndjen kur prek hithrën, qoftë edhe aksidentalisht, por çfarë ka kjo bimë e cila përvëlon si gjilpëra? Dikur mendohej që burimi fillestar i dhimbjes ishte një
Pitskim, i cili ishte një acid, por së fundmi shkencëtarët kanë zbuluar që ky acid është në nivele shumë të vogla. Tani, kimistët fajsojnë 3 kimikat të njohur si histamina, acetikkolina dhe serotonina, të cilat gjenden tek kjo bimë. Çuditërisht, serotonina është një neurotransmetues i njohur si hormoni i lumturisë, por i kombinuar me 2 kimikatet e tjerë funksionon si irritues. Të 3 këta shkaktojnë inflamacion dhe shumë dhimbje. Arsyeja pse djegjet dhe dhimbja zgjasin shumë është se në lëngun e lëshuar gjenden edhe 2 acide të tjera, tartarik dhe oksalik, që së bashku shkaktojnë shumë dëm. Nëse përballeni me një takim të tillë përvolues me hithrën, mos bëni banjë ose mos u lani me ujë të ngrohtë. Kruarjet dhe irritimi do të zgjasin edhe më shumë. Shkrini pak sodë buke në ujë dhe me të lyeni zonën e irrituar. Edhe lëngu i aloe verës dhe njëkohësisht kompresat e ftohta do t'ju zbusin sadopak dhimbjen. Hithra është një bimë e njohur si urtja dionika në latinisht dhe ajo ka një trashëgimi tepër të pastër bimore. Hithra ka qenë e përdorur si diuretik që në kohët mesjetare në Europë. Një filxhan me çaj hithre ose ujë hithre përmban vitamina A, B, K, riboflavin, nicalin, folate, karbohidrate, yndyrë dhe proteina. Ajo është gjithashtu e pasur edhe me minerale si kalcium, hekur, kalium, fosfor, mangan, zink, bakër dhe magnez. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke valuar disa gjethe hithre në ujë. Mund të shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Ndërkohë, ja cilat janë disa nga vetit ushqyese dhe medicinale të hithrës. Parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror i cili lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshka dhe fshiksa, duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ai mund të trajtojë infeksionet e traktit urinar, lehtëson gjithashtu dhimbjet e gjymtyrve dhe në muskuj. Hithra ka qenë përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ajo ka veti anti-inflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Kuron ekzemën dhe sëmundjet e tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrës ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe kuron sëmundjet dhe irritimet e lëkurës. Është e mirë për tretjen. Pini lëng hitre në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe sëmundjet e traktit tretës. Ul nivelet e kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës gjithashtu ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër të shëndetshme. Ruan strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur gjithashtu me flavonoid si quercetin, i cili është një antioksidant tepër i shkëlqyer. Lëngu i hithrës ndihmon gjithashtu edhe në mbrojtjen e ADN-s, parandalon diabetin dhe presionin e lartë të gjakut. Lëngu i hithrës do të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe glicemisë në gjak. Ai ka veti diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivelet e duhura. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.